Të nderuar besimtar, në javën e kaluar u ndalëm të flasim për udhëtimin madhështor të cilin e kreu Muhamedi alayhis salatu wassalam me urdhrin e Zotit nga Mekka për në Mesxhidul Aqsa, e nga aty për në qiellin e 7 dhe mbi të, ku Allahu subhanahu wa taala do të nderonte Muhamedin alayhis salam me 3 gjëra kryesore. E para, me veçimin e tij në adhurim me fjalën La ilaha illallah, se kush nuk i bën shok Zotit, ky njeri një ditë do të jetë në xhenetet e Zotit gjithësisë. E nderoi Zoti i gjithësisë Muhamedin alayhis salam me 2 ajetet e fundit të surës Bekara. 2 ajete për të cilat tha Muhamedi alayhis salam, kush i thot ato në mbrëmje, është i sigurt nga çdo gjë. Nga rreziqet e natës është i sigurt. E pastaj Allahu subhanahu wa taala do ta nderonte Muhamedin alayhis salam dhe umetin e tij me namazin, me lidhjen më të fuqishme të cilën e ka njeriu me Zotin e tij. Namazi, o ju musliman, Allahu i lartësuar i drejtohet Muhamedit alayhis salam duke i thënë: ta kam bërë detyrë ty edhe umetit tënd, gjithë ata që do të vinë pas teje, 50 namaze brenda ditës edhe natës, 50 herë të thirret ezani, 50 herë të thirret ikamet, jenë punë, duhet falesh 50 herë në ditë dhe natë. Jenë në shkollë, duhet falesh, jenë në gjumë, duhet qohesh, çdo gjysore të falesh, që ti plotësosh 50 namaze. Dhe ky ishte një urdhër i përmbyllur nga ana e Zotit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pasi e merr urdhrin e Zotit, pa asnjë dyshim në zemrën e tij, pa asnjë luhatje në zemrën e tij, niset që të zbres Muhamedi alayhis salam nga Sidratul Muntaha për në qiellin e 7, ku e takon Ibrahimin alayhis salam. E pastaj zbret në të 6-tin Muhamedi alayhis salam, ku e takon Musain alayhis salam, pejgamber i zgjedhur nga ana e Zotit, i cili i drejtohet Muhamedit alayhis salam duke i thënë: me çfarë të urdhëroj Zoti jot? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po i tregon se Zoti i ka dhënë urdhër që muslimani dhe muslimania duhet falen 50 herë brenda ditës dhe natës. I drejtohet Musa alayhis salam duke i thënë: kthehu tek Zoti jot dhe kërkoj Zotit tënd që ta lehtësoj këtë çështje, sepse populli jot dhe ata që do të vinë pas teje nuk mund dhe do t'i falin 50 namaz. Muhamedi alayhis salam e merr këtë këshill dhe kthehet sërish tek Zoti i gjithësisë, duke e lutur Zotin, duke i thënë: o Zot, ule o Zot. Allahu subhanahu wa taala ja ul namazet nga 50 në 40. E pastaj shkon sërish Muhamedi alayhis salam në 30, në 20, në 10, pastaj ngjitet sërish dhe Allahu subhanahu wa taala ja ul ato në 5 namaze. Dhe kur kthehet sërish Muhamedi alayhis salam tek Musa alayhis salam, i thot Musa alayhis salam: o Muhammed, sërish kërko ulje, kërko lehtësim, se edhe 5 namaze nuk mund dhe do t'i falin brenda ditës dhe natës. Muhamedi alayhis salatu wassalam i drejtohet duke i thënë: më vjen turp nga Zoti im që sërish të kërkoj që nga 50 namaze në 5 mi uli akoma më shumë. Dhe thot: jam i kënaqur dhe i dorëzuar. Atëherë vjen një zëng nga ana e Zotit gjithësisë, i cili thot: ato janë vendosur 5 sa shpërblimi i 50. Nga 50 që ishin, Allahu t'i boni ty edhe mu 5 namaz. Allahu i lartësuar me mëshirën e tij nga 50 namaze, po t'i bon ty edhe mu 5 namaze, dhe akoma ti edhe unë neglijojmë
që t'i falim 5 namaze brenda ditës dhe natës. O ju musliman, namazi nuk është detyrë vetëm për hoxhën, as vetëm për miftion apo vetëm për dietari. Namazi është detyrë për çdo burrë dhe për çdo grua, për çdo person i cili është futur në moshën 15 apo 14 vjeçare, e deri në fund të jetës tij ka detyrë t'i fali 5 namaz. Po namazi është lidhja me Zotin tëtë. Ti kur e don një njeri, sa herë don me e taku atë? Don ta kesh gjithmonë pranë vetes, don t'jesh gjithmonë me të. Po Zoti jot, sa herë ti edhe unë don me e taku Zotin brenda ditës dhe natës? Një herë në ditë, 2 herë, 3, 4 apo 5. Apo e takon Zotin një herë në javë? O Zot, unë një herë në javë jam me ty. Një herë në javë du më rrill me ty. O Zot, unë një herë për Ramazan. Inshallah në arrin Ramazani, kur vi Ramazani po. Inshallah do vi çdo natë, fal namaz, elhamdulillah. Ama ti e parasysh që janë 5 brenda ditës dhe natës. 24 orë, ditë dhe natë, ti edhe unë. Gjithë ne që jemi në xhami, moshë e rritur, kemi detyrë 5 namaz. Vallahi pejgamberi alayhis salam thot, do të pyetet njeriu pyetja e parë, mas shahadetit. Sa namaze i ke fal ti? Hajde ti, filani i biri filanit, sa namaze i ke fal ti? O Zot, i herë për baram kam qenë. Jo, do dënohesh, vallahi billah. Një ditë ndoshta do të shpëtosh se ke qenë musliman, me fjalën la ilaha illallah që është fjala më e madhe. Ama një ditë dënimi është sa 50.000 vite, thot pejgamberi alayhis salam. Një ditë në botën tjetër sa 50.000 vite këtu. Ne po jetojmë 50 vjet na duken shumë. Po 50.000 vite një ditë dënimi. Vallahi ti edhe unë ke përdhunë llogari para Zotit. Po namazi është lidhja më e bukur me Zotin. Është lidhja më e ëmbël me Zotin. Nëse ty edhe mu nuk qetësohet zemra në namaz, ku do ta gjesh ti edhe unë lidhjen me Zotin? Po pse kot Muhamedi alayhis salam po bën gjithë të rrugtim, kot po e merr Zoti dhe i po i thot hajde në qiell, se do t'jap një urdhër të madh. Se të gjitha urdhrat e tjera i ka zbritur Zotin tok, me agjerim, me respekt prindrit, me shku mirë me vlla, me motër, me qenë mirë me komshiun. Ka na gjitha në tok, për trashëgiminë, për sadakan, për gjitha. Për namazin, jo. Nuk e çoj Allahu i lartësuar Xhibrilin alayhis salam, shko thuaj që ka 5 namaza apo 5 ditë sa ishte në fillim. Po e tha ma sill tu sip. Shko, shoqëroje të vi këtu dhe të flasi drejt për drejt me mua, sepse ky është një amanet shumë i madh. Po namazi është dritë, thot pejgamberi alayhis salam. Kush ka fal namazin, ura e siratit do t'i bëhet dritë. E do të kalojë në të inshallah me shpejtësi. Se ky njeri e ka marrë lidhjen me Zotin. Kjo është lidhja më e mirë. Kur ti drejtohesh para Zotit, thu Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Mbaroj dynjoja. Dhe fillon elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderuj qofsh te Allah, Zoti i bot. E kështu me radhë deri në fund. Kur shkon rukue, kur shkon sejdë, përkulesh para Zotit tat. Nuk përkulet muslimani para askujt. Sa do i fuqishëm tjetë ai. Vetëm e vetëm se para Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas kësaj, pejgamberi alayhis salam po zbret. Nga i 6-ti në të 5-ti, në të 4-ti, në të 3-ti, qiellin e dunjas, po zbret pejgamberi alayhis salam në dhomën e tij. Sa që kanë thënë, shtrati i pejgamberit alayhis salam ishte akoma i ngrohtë. Subhanallah, mrekulli nga ana e Zotit. Ne i besojmë. Vallahi ne e besojmë të udhtim, se Allahu na ka treguar dhe se pejgamberi na ka treguar. Dhe nuk kemi asnjë lloj dyshimi, dhe do të flasim inshallah pak më poshtë. Pejgamberi alayhis salam në shtratin e tij. Të nesërmen Muhamedi alayhis salatu wassalam del në Qabe. Dhe jo me krenari të madhe, dhe jo me mendje madhësi që ta dini ju ku kam qenë unë, ta dini ju ku kam taku unë. E kërë kishte taku pejgamberi alayhis salam, me kërë kishte bisedu pejgamberi alayhis salam, me Allahun, ti edhe unë takon me një të fortë dunjas, me një që është i njohshëm, dhe nese i tregon gjikat unit.
qifni, nga lo filoni numrin, kanë bo foto me filani. Del pejgamberi selam qabe, me merakun, si me ja thonë këtyre njerëzve. Ato s'po besonin Allahu si të vetëm, imagjino me besu që ky njeri ka shku nga këtu në Palestinë, nga këtu në tjetë shtate, kështu me radhë. Afrohet pranë Muhamedit a.s. Ebu Gjehli, një njeri i cili ishte armik i Islam, armik i Muhamedit dhe armik i shokëve të Muhamedit a.s. I afrohet dhe me përçmim i drejtohet Muhamedit a.s. duke i thënë: "Ha Muhamed, qa ka në i gjotë të re për sot?" A i se dinte, qa ka në i gjotë të re? A kena i prallë me në tregua dhe në thush në i budallika? I thot Muhamedi a.s. do të tregoj diçka, i thot. Hajer haber. I thot mërëm, thot, kam qenë, nga këtu, thot, kam shku në Palestinë. La ilaha illallah. Nuk i tregon Muhamedi a.s. që nga Palestina unë gjithë në qilë. E fshiu atë pjesë, se ata, nëse besojnë të pjesën poshtë në tokë, Mekka, Palestina, do të besojnë dhe atë. Po fillimisht për i thot për këtë herë, një udhtim toksor, nga këtu thot në Palestinë. I thot, a jenë në rregull, as jenë në rregull. A jenë të rëzi, as jenë të rëzi. Nga këtu, deri atje do një muj me shku në kom, me deve. Ti po thuaj kanë bo mrena notës dhe jam këthy. Je mirë apo si e mirë? I thot, po. Kam qenë, i thot, nga Mekka kam shku në Palestinë, ke Xhamia Aksa. I thot, a ti them njerëzve? Po i thot, Muhamedi a.s. të regoj. Nxiton në Ebu Gjehli, si me përhap lajmin, me njëtin e keq që njerëzit më tashmë s'ka për të besu Muhamedi a.s. E njëta gjë që ndodhe dhe sot. Sa herë portalet e ndryshme, mediat e ndryshme, shohin ai gjë që nuk ju pëlqen tek muslimanët, tek hoxhallarët, tek dietarët, me njëherë e shpërndajnë lajme. Dhe fillojnë aty sharjet, akuzat, përçmimet, nënçmimet, komentet nga më të ndryshmet, nga më të ndytat, nxitojnë ata për me i bo keq Islam. Po këtë Islam nuk e përkur do të askush. Këtë Islam nuk e thyen do të askush, se nuk është i imi, as i joti. Është Islam që e ka zbrit Zoti. Dhe siç kanë thënë disa të mençur, sa më shumë që ta përplasësh, aq më shumë do të përhap. Ato i nënçmojnë muslimanët, feja e Zotit përhap. Ato madje i vrasin musliman, feja e Zotit përhapet akoma më shumë. Nxiton Ebu Gjehli, ky armik i Allahut dhe ky armik i Muhamedit a.s. ta përhapi lajm, duke i thënë: "O popull, hajde grumbulloheni se kemi lajm." Lajm dallate. Cili ishte lajm? Thot, ky njeri, Muhamedi a.s. po pretendon që mron ka udhtu nga këtu, nga Mekka për në Palestinë. Atëherë do të ndodhi çudia e madhe dhe ajo të llovia, ai prishi i planeve. Njerëzit pas këtij lajmi do të ndahen 3 grupe kryesore. Pas këtij lajmi dhe pas kësaj ngjarje, ti edhe unë shife ç'a vini je. E keni ndruar këtë histori, kemi 3 javë që flas. Që Muhamedi a.s. nga Mekka në Palestinë, e kështu me radhë udhëtimi i gjatë. Ti edhe unë shife veten ku merr pjesë tani. Grupi i parë, pasi e ngjun historinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, grupi i parë ishin i dhujtarë. Fillun qeshin, e tallen, e ta nënçmojnë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: "Ti po gënjen dhe ti po rren dhe ti po mashtron." Pse? Sepse thanë, ne duam 1 muaj me karavanin tonë, shkojmë nga këtu deri atje, ndërkohë që ti thot, je duke na thonë që ke shku brenda natë. Atëherë erdhi pyetja e madhe. I thanë: "O Muhamed sallallahu alaihi wasallam, nëse ti ke shku në Palestinë, na e përshkruaj Palestinën. Na e përshkruaj Xhamin Aksa, si ishte ndërtu, sa shtylla i kishte, sa drita i kishte, e kështu me radhë." Muhamedi alayhis salam thot: "U vendosa në vështirësi." Pa e mendo, ti me kalu nga Çorumi, me e pa Xhamin një herë. Atë kujtohet me të pyet në kush çan ngjyrë kishte, haron.
Me të pyet sa shtylla I kishte, ti ke 5 vjet që falesh këtu se disa shtylla ka xhamia. As nuk e di sa drita ka. Muhamedi alayhis salam një herë vetëm. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala ishte ai I cili e dërgoi Xhibrilin alayhis salam në çast që ti tregoj Muhamedit alayhis salam gjithë pamjen e xhamisë Aksa, gjithë rrugën që e kishte përshkruar. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot ma paraqiti Zoti dhe unë thot I pash. Dhe fillova thot duke I tregu për dyert sa dyri kishte, për kolona sa kolona I kishte, formën se si ishte ndërtu, pozicionin e saj. Ja tregoj Muhamedi alayhis salatu wasalam gjitha. I than, a ka në gjo shtesë? Tha, do ju tregoj edhe diçka tjetër, thot. Një provë, thot, për ju. Kur kam qenë, thot, duke ik, apo kur jam kthy, e kam pa një karvan, thot, që po vinte rrugës. Karvani kishte kaq deve, kishin kaq mall, ishin kaq persona. Dhe do të arrijë këtu, thot, filan vak. Se si thot me orë, se s'ka pas orë. Do të vinë këtu, thot, filan vak. Dhe me të vërtet ashtu ndodhi. Dhe me të vërtet ashtu ndodhi. Erdhi karvani në kohën e përcaktuar. Mirë po, ata të cilët e kanë zemrën e tyre të vulosur, ata nuk e pranuan dhe e tallën Muhamedin alayhis salatu wassalam dhe e përbuzën dhe e nënçmuan Muhamedin alayhis salatu wassalam. Ky ishte grupi I parë. Grupi I dytë, muslimanët e dobët në besimin e tyre. Ashtu sikur se ne sot kemi njerëz të cilët I thojnë vetes musliman, por din shumë pak nga Islami, ka pas edhe në kohën e Muhamedit alayhis salam, të cilët e kanë pranuar Islamin nga rrethanat e ndryshme, mirë po pa pasur dituri, pa pas dituri dhe bindje të plotë. Çfarë ndodhi me ta? Ata u lëkundën. Subhanallah, ti shef edhe sot, vjen dikush që është musliman dhe të pyet për një çështje delikate që nuk I përshtatet atij me vendin dhe me kohën. Dhe ti I thun, po ka thonë Zoti, ai të kundërshton me të madh. Bëhet më kundërshtar se sa I dhujtar. Bëhet madje më urrejtës se sa musliman. Po sa njerëz që I thojnë vetes musliman, I kanë urry shamia dhe kanë thonë qa shamia kulturë arabe. Musliman e musliman, kur të vdesi dhe shkoj ke hoxha dhe thot hajmë boros. Po sa musliman e urrejnë mjekrën, derisa Zoti e boni mjekrën mod tashi, gjithë mod e madh. Sa njerëz kanë hyrë në këto rrugica dhe kanë deviju. Kështu ndodhi dhe me të tillë musliman të cekët, saqë disa prej historianëve kanë thënë, për shkak të kësaj historie dhe për shkak të kësaj ngjarje dhe të këtij udhëtimi, kishte prej atyre të cilët e lanë fen. E lanë fare, thonë nuk I besoj më në këtij njeriu, s'u I porrejnë. Ndërkohë që Allahu I lartësuar në Kur'an, në surën e 17, ajeti I parë thotë, subhan, I lartësuar, I lartë madhruar është Allahu që e mori robën e tij nga Mekka në Palestinë kështu me radhë. Allahu po tregon që po ka ndodhur. Ti si musliman thuaj ja s'ka ndodhur, se besojmë. Po nëse nuk e beson, atëherë e keqja dhe e kota do të jetë mbi ty. Grupi I dytë dhe grupi I tretë në lidhje me ngjarjen e Isras dhe Mirajit ishte ai grupi I cili tha po ka ndodhur dhe e vërtetë është. Dhe ne besojmë Isra'n dhe Mirajin se po na e thot Zoti. Dhe ne besojmë se po na e thot Muhamedi alayhis salam. Ishin besimtarët të cilët mjafton t'ju thuash ka thënë Allahu dhe ai dorëzon. Jam dorëzuar Zot, a ke thonë ti? Po, mbaroj. Mjafton të thuat ka thënë Muhamedi alayhis salam. Dhe ai thotë jam dorëzuar. E vërtetë është, prej tyre ishte Ebu Bekri, shoku më I ngushtë I Muhamedit alayhis salam. Pasi u përhap lajmi, shkon tek Ebu Bekri dhe I thanë, o Ebu Bekr, ne kemi thonë për Muhamedin që s'është në rregull, dhe kemi thonë që s'është në terezi dhe që po shpif. Pa e ke marrë vesh që ka thonë? Që ka thonë I thotë? Thotë, ka thënë Muhamedi që mron ka qenë deri në Palestinë dhe ka hapur prap. Qa I tha Ebu Bekr? E qa ka këtu, tha? Qa ka këtu për mos me besu? Kjo është fuqia e besimit.
Nëse ka thënë Muhamedi ka marru punën, nëse ka thënë Allahu ka përfundu punën. Këto ishin shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët e besuan Muhamedit alayhis salam shpirtërisht dhe e besuan fjalën e Zotit shpirtërisht. Tha Ebu Bekri, unë besoj, tha që ati tha i vjen shpallje me Zotin. Si mos besoj unë që ai ka qenë? Po pse a është e vështirë? Po ju thonë njerëzve ka ditë gjykimi se ka thonë Zoti. Ai thotë kush ka qenë atje? Po ti dyshon fuqinë e Zotit. Ti dyshon fjalën e Zotit. Ti dyshon fjalën e Muhamedit alayhis salam. Po çka jeti ai musliman e çaj? Kështu pra në lidhje me ngjarjen e Isras dhe Mi'rajit, tre ishin grupet, idhujtarët e mohuan, muslimanët e cekët u luhatën. Prandaj sa herë ju vjen një lajm për Islamin, mos u luhatni, por qëndroni të fuqishëm, sepse Islami është e vërteta. Dhe grupi i tretë, muslimanët të cilët e besuan dhe thanë nëse ka thënë Muhamedi alayhis salam, atëherë kjo është e vërteta. E lutim Zotin ton që të na bëjë të qëndrueshëm në fenë e tij. E lutim Zotin ton që të na bëjë me besim dhe iman të lartë. Fjala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah është fjala më e madhe dhe fjala më e bukur. Kush kapet pas fjalës la ilaha illallah, vetëm se do të gjejë shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. E lutim Zotin ton në falin e prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarë dhe besimtarë kudo që janë. E lutim Zotin ton që të na ruaj ne, familjarët tanë, të afërmit tanë, na japi bereqet dhe mirësi. E lutim Zotin ton çdo të sëmur Allahu i lartësuar ta shëroj, atë i cili është mirë në shëndetin e tij, Zoti t'ia ruaj shëndetin dhe t'ia zgjasë jetën në punët e hajrit. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.